në Lezhë shqiptar nga të gjitha trevat për edicionin e 8 të festivalit kombëtar të rapsodëve dhe instrumentistëve. Në këtë aktivitet marrin pjesë 20 grupe nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Maqedonia. Folklori është baza e këtij festivali. Drejtori i Qendrës së Veprimtarive Folklorike në Ministrinë e Kulturës, Esa Teruka, vlerëson artistët, të cilët përcjellin traditën e madhe shqiptare. Në rrugtimin tonë të gjatë, prej 8 edicionesh, kemi marrë me vete mrekullitë e vargut të mençur të filozofisë së poetëve tonë popullorë. Kemi përcjell meloditë e bukura të trashëgimisë sonë shpirtërore. Për artistët pjesëmarrës, festivalet të tilla duhet të jenë më të shumta për të kultivuar tek brezat folklorin shqiptar. Këto koncerte, këto spektakle, këto evente duhet të jenë sa më të shpeshta për arsye që të hyjnë sa më shpejt te brazërisë, bajagi ka filluar harru kjo traditë. Kjo është një fitore e madhe, inshallah po do Zoti, edhe ky festival që po zhvillohet në Lezhë do të ketë një hapësirë më të madhe në gjithë trevat shqiptare. Në përfundim të festivalit folklorik kombëtar të rapsodëve dhe instrumentistëve popullor, do të shpërndahen edhe çmimet për kategoritë e përcaktuara për konkurim.